Pasi nuk u arrit censusi i nevojshëm në Gostivar dhe Vrapçish, qeveria do të caktoj ushtrues detyre të kryetarit. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut Thomas Vajc shpreson se pas zgjedhjeve lokale vendi do të bëjë ndryshimet kushtetuese. Gjendja alarmante e mbeturinave në Shkup e detyron qeverinë të udhërojë kontrolle në qytetin e Shkupit dhe higjienën komunale. Shkupi një koqiri forumit ndërkombëtar energjetik marrin pjesë mbi 600 persona nga 70 shtete. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja në 4 komuna. Qytetarët do të duhet të dalin sërish në votime, pasi në rrethin e parë të mbajtur të dielën nuk është arritur censusi i nevojshëm i daljes prej 33%. Në komunën e Gostivarit, ku dalja ishte 33.31%, censusi nuk u arrit për 0.02% apo për 22 votues. Në Vrapçish, dalja ka qenë 25.18%, Mavrov Rostush 30.31% dhe në qendër Zhup 21.49%. Komunat e Gostivarit, qendër Zhup, Mavrov, Rostush dhe Vrapçish do t'i nënshtrohen procesit të rivotimit pasi në rrethin e parë të zgjedhjeve që u mbajt më 19 tetor. Nuk u arrit censusi i nevojshëm i daljes së votuesve dhe zgjedhjet janë shpallur të pavlefshme. Sipas kodit zgjedhor, që një proces të konsiderohet i vlefshëm, duhet të marrin pjesë së paku 1/3 e votuesve, pra 33.33%. Në komunën e Gostivarit, ku dalja ishte 33.31%, censusi nuk u arrit për 0.02% apo për 22 votues. Në Vrapçish, dalja ka qenë 25.18%, Mavrov Rostush 30.31% dhe në qendër Zhup 21.49%. Në këtë mënyrë, në këto 4 komuna do të përsëritet i tërë procesi zgjedhor, përkatësisht brenda afatit 60 ditor nga shpallja e rezultateve përfundimtare, duhet të shpallen zgjedhje të reja. Në ndërkohë, qeveria do të duhet të emërojë ushtrues detyre i cili do t'i kryejë detyrat e kryetarit. Ndërkaq në zgjedhjet e këshillave komunal, ligji nuk parashë kusht për dalje minimale që zgjedhjet të jenë të vlefshme. Mandatet ndahen në bazë të numrit të votave të marra në çdo listë të kandidatëve sipas metodës së dontit. Sa i përket pjesës tjetër të komunave, në 43 komuna votimi është kryer në rrethin e parë, ndërsa në 33 komuna do të ketë rreth të dytë më 2 nëntor. Në rrethin e dytë, zgjedhjet i fiton ai që merr më shumë vota dhe nuk ka census. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj tha se Arben Taravari, Zjadin Sela dhe Ali Ahmeti janë të barabartë me 0. Sipas Fetajit, heqtja e tyre pas rezultatit të zgjedhjeve lokale tregon se bëhet fjalë për fiasko. Zëvendës kryeministri dhe njëherë që njëri ndër drejtuesit e Vlenit, Arben Fetaj, ka qenë i ftuar i radhës në emisionin Debat në Shenja. Fetaj është prerë i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve lokale, ku sipas tij Vlen ka fituar shumicën e komunave kyçe që në raundin e parë, ndërsa në komuna tjera tha se ka një epërsi të thellë ndaj kundërshtarëve politik. Koalicioni Vlen ka fituar çdo kund me disa përjashtime shumë të vogla. Struktura ime, struktura që vazhdoj në Vlen, është pjesë përbërëse vendimtare e fitores në shumë komuna të koalicionit Vlen, dhe unë besoj që nuk ka, asnjë ndryshim për sa i përket pozicionit ton në qeverisje, sepse kemi kontribuar po në Saraj, po në Çajir, po në Tetor, në Teash. Në këtë emision, Fetaj drejtoi edhe një ser akuzash për ish-kryetarët e tij dhe për liderin e BDI-s Ali Ahmeti, duke thënë se humbusit më të mëdhenj në këto zgjedhje janë ata. Dhe unë e shoh që Taravari, Sela, Ali Ahmeti vazhdojnë të heshtin. Ata ende nuk kanë dalur të komentojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve që flas shumë. Kjo më nuk bëhet fjalë për humbje, po bëhet fjalë për një fiasko që edhe sqaron sepse nuk dalin para kamerave, sepse realisht, siç e shkrova në një nga postimet, ata janë barazuar me 0, ata janë barazuar me hiç.
Ai shtoi se ky rezultat është treguesi një frymë të re politike që përfason Vlen, duke parashikuar se në përfundim të procesit BDI do të mbetet me vetëm 2 ose 3 komuna. Koalicioni Vlen ka akuzuar kreun e ASH-s Arben Taravarin pas mos realizimit të censusit në komunat në Gostivar dhe Vrapçisht. Sovrani me këtë veprim i dha një shuplak të nxehtë politikës së ndërrimit të parimeve për interesat të imta personale, ka theksuar Vlen. Ka reaguar partia e Taravarit, e cila thekson se pa VMRO DPMN, Vlen nuk do të ekzistonte më në skenën politike. Rezultatet e zgjedhjeve lokale të 19 tetorit janë definuar 100% dhe tani më flitet konkretisht me numra të saktë. Përderisa kutitë e votimit po heshtin, një stuhi tjetër ka nisur. Përplasjet politike mes pozitës dhe opozitës kanë shpërthyer me intensitet të ri. Nga koalicioni Vlen kanë akuzuar kreun e ASH-s Arben Taravari pas mos realizimit të censusit në komunën e Gostivarit dhe Vrapçishtit, ata e cilësojnë si përgjigje ndaj akrobacioneve politike që u bën për interesa personale. Në rend të parë kjo është përgjigje ndaj Arben Taravarit e më pas ndaj Isen Shabanit, të cilët menduan se shqiptarët do t'i ndjekin pas në lojrat e tyre politike, duke ndëruar parimet si të ishin monedha kusuri. Sado që mund të trumbetojnë arsye, Sovrani me këtë veprim i dha një shuplak të nxehtë politikës së ndërrimit të parimeve për interesa të imta personale. Taravari shkoi për 6 komuna, ngeli me 4 dhe përfundoi me 0. Ndërkaq, i mënjëhershëm ka qenë reagimi i partisë së Taravarit. Ata theksojnë se pa VMRO DPMN, Vlen nuk do të ekzistonte më në skenën politike, ndërsa shtojnë se Aleanca Kombëtare për Integrim ka marrë mbi 23.000 vota më shumë se Vleni. Vlen në këto zgjedhje u dëshmua se nuk ka mbështetjen e shqiptarëve me votat e VMRO-s, ndoshta shpëtuan diku, por moralisht janë rrëzuar. Pa VMRO-n, Vlen nuk do të ekzistonte më në skenën politike. Bojkoti i cenzuseve në Gostivar e Vrapçisht ishte thik pas shpine për kandidatet e tyre, që u përdorën si kurban. Arben Taravari fitoi bindshëm sepse qytetarët zgjodhën dinjitetin dhe jo pazaret politike në ndëm të shqiptarëve. Në vend që të shpikin justifikime, nga ASH deklarojnë se Vlen duhet të reflektoj, duke parashtuar pyetje publike se pse kanë humbur në terren, pse mbeten pa njerëz dhe pse askush më nuk u beson. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut, Thomas Vajc, shpreson se pas zgjedhjeve lokale vendi do të bëjë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për t'i hapur rrugën procesit të eurointegrimeve. Eurodeputeti tha se qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur një farë përparimi, por se për momentin ende mungon një përparim i vërtet në rrugën evropiane. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut, Thomas Vajc, shpreson se pas zgjedhjeve lokale, vendi do të bëjë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për përfshirjen e komunitetit bullgar si pakis në kushtetut, me qëllim zhbllokimin e procesit të integrimeve europiane. Në një deklaratë për Redaksinë Europiane të Lajmeve, pjesë së cilës është edhe mia, Vajc tha se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të hapte rrugën për fillimin e vërtetë të negociatave. Vendi aktualisht është pjesë e procesit të antarësimit, por në fakt ende nuk i kemi filluar negociatat. Duhet të fillojmë sa më shpejt për ta mbajtur vendin në rrugën e duhur. Eurodeputeti shtoi se qeveria e Maqedonisë së Veriut, ngadalë por me siguri, po i zbaton agjendat që lidhen me pakicat, korridorët edhe çështjet e sigurisë, duke arritur një farë përparimi, por se për momentin ende mungon një përparim i vërtet në rrugën evropiane. Maqedonia e Veriut është ende bllokuar nga Bullgaria. Për fat të keq, ka shumë çështje të lidhura me identitetin që po e pengojnë përparimin e saj. Presidenti bullgar Rumen Radev, gjatë takimit që kishte një ditë më parë me presidentin e Hungarisë, Thomas Sujok, kërkoi që Hungaria të mbindë Maqedoninë e Veriut se ndryshimi i kushtetutës dhe konsensusi evropian për këtë çështje janë kushte të parevokueshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Grumbullimi i mbeturinave në kontenjer ka nxitur reagimin e qeverisë. Ekzekutivi ka urdhëruar një kontroll të jashtëzakonshëm në territorin e Shkupit. Qeveria i kërkon inspektoratit të qytetit të Shkupit që të hetojë për përgjegjësinë e ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka urdhëruar një kontroll të jashtëzakonshëm në territorin e Shkupit për shkak të krizës me grumbullimin e mbeturinave. Qeveria në seancën e sotme miratoi konkluzionin se ngarkon Inspektorati Shtetëror Komunal, Inspektorati Shtetëror për Mjedisin Jetësor, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor dhe Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme që më njëherë të nisin kontroll të jashtëzakonshëm të koordinuar në territorin e qytetit të Shkupit. Këto kontrolle kanë për qëllim të përcaktimit të gjendjes së mbeturinave komunale dhe lloje të tjera të mbetjeve, si dhe ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve të nevojshme. Gjithashtu, ngarkohet Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me institucionet kompetente dhe i bëhet apel qytetit të Shkupit, sektorit të inspektoratit që të veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre ligjore dhe të hetojnë punën e ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup dhe të kryetarit të qytetit të Shkupit në lidhje me mosgrumbullimin e mbeturinave komunale që paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve. Gjendja është alarmante dhe megjithëse kompetenca i takon qytetit të Shkupit, për shkak të mosveprimit të vazhdueshëm, institucionet ftohen që më njëherë të zbatojnë konkluzionet e miratuara nga qeveria. Zyrës për rikthimin e pasurive në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut i ka dërguar kërkesë urgjente autoriteteve kompetente të Republikës së Serbisë për ngrirjen e pasurive për një firmë me seli në Beograd, i cili është përcaktuar se ka lidhje pronësie me një person të dyshuar për keqpërdorime në Rek Manastir. Personat e lidhur me firmën në Beograd dyshohet se kanë marrë përfitime indirekte pasurore nga krimet për të cilat është hapur hetimi. Prokuroria Themelore Publike e Manastirit nëpërmjet zyrës për rikthimin e pasurive në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut i ka dërguar kërkesë urgjente autoriteteve kompetente të Republikës së Serbisë për ngrirjen e pasurive 10 automjete të reja mallrash dhe remorkjo të vlera në vitin 2025 për një person juridik me seli në Beograd, i cili është përcaktuar se ka lidhje pronësie me një person të dyshuar për keqpërdorime në Rek Manastir, kundër të cilit u hap hetim më 9 tetor, njoftoi nga Prokuroria Themelore Publike. Autoritetet serbe u kërkuan të ndalonin personin juridik nga Beogradi, drejtuesin e tij ose një person tjetër në emër të tyre, që të tjetërsoj ose ngarkoj automjetet e motorike që dyshohet se janë furnizuar dhe përfaqësojnë përfitime indirekte pasurore nga krimet për të cilat është hapur hetim. Nga prokuroria thonë se autoriteteve serbe u kërkua të siguronin dhe të hapnin një kasafort të identifikuar si pronë të dyshuarit në një bankë serbe, me qëllim verifikimin e përmbajtjes së saj dhe se kërkesat u pranuan dhe prokuroria serbe lëshoi urdhra për ngrirjen e aseteve të lartpërmendura. Përveç kësaj, me kërkesë të prokurorisë, afërsisht 30 milion denar janë ngrirë nga llogaritë të dyshuarit dhe kompanisë së tij në vend, e cila gjithashtu është e përfshirë në hetim, dhe prokuroria ka kërkuar që të ndalohet asgjësimi i pasurisë shtesë të luajshme dhe të paluajshme në vend, 3 apartamente në Shkup, një truall toki i pazhvilluar dhe një garazh i blerë në vitin 2024, si dhe 3 automjete mallrash dhe një automjet pasagjerës i blerë në vitin 2025. Nga prokuroria thonë se këto dyshohet se përfaqësojnë të ardhura nga një vepër penale, pra pronë që mund të nënshtrohet konfiskimit në të ardhmen, për shkak të krimeve të kryera që janë të përfshira në hetim. Ish drejtoresha e konviktit shtetëror Mirka Ginova akuzohet nga punësime të paligjshme shfrytëzim të automjetit zyrtar për udhëtime të rrejshme zyrtare brenda dhe jashtë shtetit, falsifikimi i dokumenteve sipas prokurorisë. Drejtoresha i ka kryer që të justifikojë mungesën e saj në institucione duke përpiluar urdhëra udhëtimi të rrejshme. Pagesa për mëditje të pajustifikueshme, shpenzime për udhëtime të supozuara, punësime të paligjshme, shfrytëzim të automjetit zyrtar për udhëtime të rrejshme brenda dhe jashtë shtetit. Ish drejtoresha e konviktit shtetëror Mirka Ginova akuzohet për disa vepra penale. Sipas prokurorisë së Manastirit, ajo dyshohet për veprat penale të vazhdueshme, keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit dhe falsifikim të dokumenteve, si dhe 2 vepra tjera penale të parapara në ligjin për transformim në marrëdhënie pune të rregullt.
E akuzuara gjatë vitit 2022 dhe 2023 një të punësuari i ka mundësuar pagesë të pabazuar kompenzimi për pjesën e pashfrytzuar të pushimit vjetor, por edhe pas pensionimit i ka paguar mëditje dhe shpenzime për udhëtime të supozuara zyrtare, si dhe i ka lejuar që ai të vazhdoj ta përdor telefonin zyrtar, me çka konviktit i ka shkaktuar dëm në vlerë totale rreth 140.000 denar. Po ashtu prokuroria thot se ajo ka paguar edhe për veten shpenzime të pajustifikuara prej 8.176 denarëve, të cilat i ka bërë gjatë udhëtimeve zyrtare në Serbi dhe Hungari. Gjithashtu, duke mos realizuar procedurë për prokurim publik, direkt ka lidhur marrëveshje me një kompani për shërbime kontabiliste, duke përfituar në mënyrë të paligjshme 180.000 denar, ndërsa ka bërë edhe punësime pa miratimin e Ministrisë së Financave. Gjatë viteve 2021, 22 dhe 23 akuzuara si drejtoreshe e institucionit që ka më pak se 300 të punësuar, ka pasur të drejtë të angazhojë më së shumti nga 3 persona me kontrat pa pëlqimin e Ministrisë së Financave. Megjithatë, ajo çdo vit e ka tejkaluar këtë numër në bazë të marrëveshjeve me shkrim, madje edhe me gojë. Personave të ndryshëm i ka paguar rreth 390.000 denar nga buxheti i konviktit. Nga viti 2021 deri në vitin 2024 kishte angazhuar më shumë persona me marrëveshje në vepër, për periudhë më të gjatë se 24 muaj, pa pëlqimin e Ministrisë së Financave, dhe në atë mënyrë ka paguar 712.000 denar. Veprën penale falsifikimi dokumentave sipas prokurorisë, drejtoresha e ka kryer që ta justifikojë mungesën e saj në institucion, duke përpiluar urdhra udhëtimi të rreshme sipas të cilave ajo ka udhëtuar në rrethinën e manastirit Krushevës, Prilepit ose Shkupit me automjetin e saj zyrtar, megjithse në atë kohë është vërtetuar se ajo ka dalë nga vendi me automjetin e saj zyrtar përmes pikave kufitare me Gjitlia, Qaftan dhe Novosel në udhëtime një ditore ose shumë ditore. Më 28 dhe 29 tetor në Shkup do të mbahet forumi 14 ndërkombëtar energjetik që organizohet në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara. Forumi do të bashkojë mbi 600 pjesëmarrës, përfaqësues qeveritar, organizata dhe banka ndërkombëtare, komunitetin akademik, sektorin privat dhe organizata civile nga 70 shtete. Maqedonia e Veriut do të vendoset në hartën botërore, pasi më 28 dhe 29 tetor në vendin ton do të zbresin përfaqësues të 70 vendeve nga e gjithë bota për të diskutuar në forumin e 14 ndërkombëtar energjetik që organizohet në Shkup në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara. Ministria e Energjetikës dhe Mineraleve Sanja Bozhinovska pas brifingut me gazetarët deklaroi se ky forum është i rëndësishëm së veçantë për faktin se në të do të diskutohet për digitalizimin e sistemeve energjetike, përfshirjen grave dhe të rinjeve në sektorin energjetik. Bozhinovska deklaroi se në fund do të ketë edhe një deklaratë historike që do të nënshkruhet së bashku me Kombet e Bashkuara. Do të jenë tema shumë të rëndësishme, sepse do të vinë përfaqësues nga e gjithë bota dhe do na i tregojnë përvoja që janë duke i shfrytzuar në nivel botror dhe në Europë. Presim që të vinë përfaqësues të 70 vendeve botrore. Në ditën e fundit do të nënshkruhet edhe deklaratë Shkupi që është shumë e rëndësishme, sepse do e nënshkruajmë me Kombet e Bashkuara, e cila do të jetë gjithnjë në Kombet e Bashkuara. Edhe Shkupi do të jetë në hartë. Forumi do të bashkojë mbi 700 pjesëmarrës, përfaqësues qeveritar, organizata dhe biznese ndërkombëtare, komunitetin akademik, sektorin privat dhe organizata civile nga 70 shtete. Përfaqësuesi i UNDP-s në vendin ton, Armen Gregorian, tha se qëllimi është që të sjellim transformim energjetik. Qëllimi është që të sjellim transformim energjetik. E kjo është që të kemi edhe 500 milion njerëz të tjerë që do të kenë qasje në energji të sigurtë dhe afatgjate. Për të arritur deri tek qëllimi dhe vizioni e kemi patjetër që të gjithë së bashku të veprojmë dhe nuk ka vend më të mirë se këto tema të diskutohen në panele dhe forume të tilla, në të cilin do të kemi përfaqësues nga shumë qeveri botërore dhe organizata dhe sektorin e biznesit. Forumi ndërkombëtar energjetik i 14 me radh do të zhvillohet në Shkup me datë 28 dhe 29 tetor. Para Shkupit është zhvilluar në kryeqytetin tajlandes, në Bangkok. Mandatari për formimin e qeverisë së Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se hëna do të jetë ditë vendimtare për fatin e qeverisë së re
Gjatë një takimi me mërgatën shqiptare në Londër, Kurti u shpreh se situata politike është në një pikë kritike. Do të përpiqemi maksimalisht deri në ditën e diel, më së largu të hënën nuk mundemi me u përgatit. Të hënën ose kemi bërë qeverin ose jo. Prandaj në këto ditë të mbetura jemi duke komunikuar, jemi duke biseduar, nuk është kollaj sepse është intoksiku atmosfera, ka shumë xhelozi, natë e cinizëm. Do të përpiqemi maksimalisht ose do të bëjmë një qeveri ose do të shkojmë në zgjedhje, ka thënë Kurti. Ai bëri të ditur se procesi i negociatave me parti tjera po vështirësohet, jo për shkak të mungesës së vullnetit për bashkëpunim, por për shkak të kalkulimeve politike dhe mungesës së sinqeritetit nga disa subjekte. Në këtë kontekst, Kurti për herë të parë zbuloi edhe ofertën që i kishte bërë nismës socialdemokrate. Sipas tij, Fatmir Limaj i është ofruar posti nën kryetarit të kuvendit, një ministri dhe 2 zëvendës ministra. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshi.